Unë besoj që edhe vetë situata, edhe vetë rëndësia, edhe vetë konteksti i këtyre zgjedhjeve është shumë i pazakontë. Dhe besoj që është me rëndësi të veçantë që të gjithë ne që jemi këtu dhe gjithë familja jone madhe politike të vetëdijsohet sa më shumë për rëndësinë e jashtëzakonshme të këtyre zgjedhjeve në një kontekst jashtëzakonshëm gjeopolitik. Unë besoj që se unë kam privilegjin të udhëheq këtë forcë politike dhe në të gjitha zgjedhjet e deri sotme, 9 të tilla, në asnjë prej tyre pesha e gjeopolitikës nuk ka qenë e pranishme siç është në këto zgjedhje. Këto zgjedhje zhvillohen në një kontekst dyfish të jashtëzakonshëm. Njëri është konteksti i marrëdhënieve tona me Bashkimin Evropian dhe i marrëdhënieve të Bashkimit Evropian me Shqipërinë dhe me Ballkanin Perëndimor, dhe tjetri është konteksti i antarësimit ose antarësisë sonë në Aleancën Euro-Atlantike dhe i sigurisë në tërësi. Për të dyja këto arsye madhore, zgjedhjet e 11 majit nuk janë as pak të zakonshme dhe rezultati i 11 majit është më shumë se sa rezultat i partive politike, apo në rastin ton është më shumë se sa fitore e Partisë Socialiste në vetvete. Për ne si familje politike dhe për flamurin ton ka qenë gjithmonë e rëndësisë veçantë që të fitojmë zgjedhjet. Por në 11 maj, rëndësia e fitores së zgjedhjeve dhe vetë rezultati i zgjedhjeve ka një peshë mbi të ardhmen e afërt të vendit shumë më të madhe se sa që kam pasur në të gjitha zgjedhjet e mëparshme 9 herë me radhë. Për herë të parë, qysh se unë jam në krye të Partisë Socialiste dhe pastaj edhe në krye të qeverisë, është hapur një dritare që nuk ka qenë e hapur siç është sot në marrëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian.